Në prajmin e 19 të spektaklit Ferma VIP 2 në ekranin e Vision Plus, u zbulua data e finales së madhe që do të mbahet në 20 qershor. Lajmin e mësuan vetë konkurrentët nëpërmjet një sfide të veçantë. 3, 2, 1, go! Të lidhur nga këmbët me njëri tjetrin, fermerët u vunë në kërkim të 6 çelsave, ku vetëm njëri prej tyre ishte i duhuri për të hapur sandukun kur ruaj pishtari i shpresës. Gjetja e çelsit dhe ndezja e zjarrit me pishtar shënuan momentin kur u zbulua dhe data e shumëpritur e finales. Pas këtij momenti emocionues, Luana hapi televotimin, ku sërish publiku do të ketë fjalën e fundit për të zgjedhur finalistin e parë. Të hap zyrtarisht televotimin. Ndërsa dy konkurrentët më pak të votuar do të përballen në një sfidë vendimtare që do të përcaktojë se cili prej tyre do të largohet përfundimisht nga gara. Dy surpriza për dy prej konkurrentëve më të spikatur të këtij edicioni befasuan jo vetëm fermerët, por edhe publikun. Protagonisti i mbrëmjes për pak minuta u bë Andueli, i cili solli linjën e jetës së tij përmes një rrëfimi rënqetës. I rritur në një familje me 6 fëmijë, ai theksoi se vështirësitë e kaluara kanë forcuar edhe më shumë marrëdhëniet e ngushta familjare. Pas këtij rrëfimi, fermeri u surprizua nga një mesazh audio i të dashurës së tij. Andueli, jam krenare për ty. Jam e lumtur që të gjithë kanë... Me njëherë pas kësaj, Andueli u drejtua dhomës së ndenjes, aty ku e priste ama, duke i dhuruar një prej kujtimeve më të bukura që do të kenë të dy. Një tjetër surprizë e veçantë erdhi nga familja e Yllit, ku nëna e tij hyri në fermë për t'i sjellë një mesazh të rëndësishëm. Një letër e cila i bëri me dije Yllit divorcin zyrtar. Ma dëshoj jetën për të mirë dhe... Kjo histori që u bë publike disa javë më parë, ndezi reagime dhe debate jo vetëm mes fermerëve, por edhe mes publikut, duke theksuar dimensionin emocional dhe dramatik të këtij spektakli. Gjatë mbrëmjes nuk munguan as debatet, përballjet, sfidat dhe tensioni. Ferma VIP 2 vazhdon të jetë një fenomen televiziv që kalon kufit, ndaj ju mos humbisni ripozicionimin e secilit, duke i ndjekur në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, po ashtu dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus.